Të dashur shqiptar, ka ndodhur diçka shumë e rëndë. Një politikan i shquar maqedon ka marrë aratin sepse qeveria e tij ka bërë diçka të llatashme. Në bashkëpunim me arkeolog maqedon, qeveria maqedone ka urdhëruar prishjen e freskos së Justinianit të Madh. Perandorit nga Dardania, që u bë gjithashtu perandori i perandorisë së lindjes. Dhe ai nisi një fushat fortifikimesh kundër ardhjes së slavëve. Prandaj ata vendosën ta hiqnin figurën e Justinianit të Madh. Problemi është ky. Shqiptarët kanë protestuar, kuptohet. Kanë thënë që ky është perandor Dardan. Mirë po, ka dalë që të gjitha mbishkrimet që ka lënë mbas vetes së tij, ky perandor i madh janë në greqisht. Jo vetëm kaq, është një greqishte e veçantë, në të cilën gjendeshin disa lloj gabimesh sipas arkeologëve francezë, dhe duke mos e ditur datën e saktë të mbishkrimeve fillestare që u gjetën, francezët i quajnë këto mbishkrime pellazghe. Pra andej vjen fjala pellazgji. Fjala pellazgji është marrë nga poemat e Homerit. Është një popull imagjinar. Por në fakt, mbishkrimet që janë gjetur nga francezët nuk janë pellazghe. Ato i quajnë pellazghe. Në fakt janë mbishkrime të një lloj helenishtje të çuditshme, të dialektit dorik, që është në fakt ilirishtja. Pra, Dardanus është në fakt një fjalë helene, nuk vjen nga fjala dardhe shqipes. Të gjitha emrat e fisëve ilire janë helene, që ta dini, dhe Plini thot që fiset ilire, ja pyge, vinë nga Dalmacia në Itali dhe ngrenë qytetërimin Mesap, Daun dhe Peuket. Këta ilirë, sipas Plinit, flasin dialektin Graja, do të thot ishullit Graja, që do të thot Perëndia Demeter e plakur gjatë dimrit. Edhe Akaja, emri Helladës, ka kuptimin ankthi i Demetrës, Perëndia e tokës. Pra, kjo freska e bukur, e gjetur fillimisht nga arkeologët shqiptar, shkatrohet nga arkeologët maqedon. Tani shqiptarët nuk e dinë që ilirët kanë folur dialekte helene. Kjo është zbuluar krejt rastësisht gjatë studimeve të mia dhe është bërë ky zbulim mbas viteve 2020, gjatë regjistrimit të filmave për ju. Për fat të keq, ky proces i shkatrimit të freskove të Justinianit ka filluar që në vitin 2008. Për fat të keq. Pra shumë herët, maqedonët e kanë kuptuar që këto janë mbishkrime helene, greke, sepse janë krahasuar këto mbishkrime me mbishkrime të gjetura kudo në Hellad dhe në Azinë e Vogël. Mbishkrime të tilla janë gjetur gjithashtu në Kroaci, në të gjitha qytetet ilire, janë gjetur dhe në Serbi, janë gjetur dhe në Bullgari, në Azinë e Vogël. Në qytetin Dardanos, në Azinë e Vogël, janë gjetur mbishkrimet helene. Pra nuk ka mbishkrime shqipe. Dhe po ndodh diçka shumë e rrezikshme. Gazetarët shqiptar, të cilët e quajnë veten moderator, nga fjala angleze moderate, do të thënë rregulloj. Është përdorur fjala moderate, rregulloj, kur dy kandidat për president nuk duhet ta fyejnë njëri tjetrin. Dhe ai që nuk lejon që askush të mos fyhet quhet moderator, do të thënë ai që moderon, që rregullon bisedën e presidentëve. Prej këndej vjen fjala moderator në gjuhën shqipe. Gazetar në fakt. Ç'moderator janë ata? Në Shqipëri asnjëherë asnjë kryeministër, asnjë president nuk ka dalë për të bërë ndonjë diskutim. Kryeministri shqiptar e quajnë opozitën kënet, nuk flet me ta fare, nuk i konsideron si qenie të gjalla, po si bufa. Si shpend, jo si njerëz. Pra, të gjitha zbulimet e bëra në Maqedoni janë zbulime të një helenishtje të shekullit të 6 të dashur shqiptar. Dhe ilirët maqedon e shkruanin këtë lloj helenishte ashtu siç e dëgjonin. Prandaj duket sigurisht me gabime. Siç e dëgjonin ashtu e shkruanin.
por gjuha ndryshon. Ndërkohë që helenët e mbajtën shkrimin e vjetër, ilirët në Maqedoni, siç e dëgjonin gjuhën, ashtu e shkruanin, prandaj duket si me gabime, dhe kjo është gjuha pellazge sipas arkeologëve francezë. Këto janë zbulimet pellazgjike. Gjuha pellazge nuk është gjetur kur. Emrat e qyteteve pellazge doja sjell unë të gjitha. Një pjesë të mirë të tyre u kam sjell, por do t'i shikoni të gjithë filmat e mi dhe do të sjell qytetet pellazge. Pra nuk e dim se çfarë gjuhë kanë folur pellazgët, por dim qytetet ku kanë banuar ata. Dhe doja sjell unë. Pra, çfarë po ndodh? Ndërsa në Maqedoni po prishen nga arkeologët maqedon të gjitha freskot e Justinianit të Madh, busti i Justinianit të Madh është në mes të Maqedonisë. Pra është një kontradikt këtu. Ky bust është bërë më herët, atëherë kur maqedonët nuk e dinin që maqedonët flisnin helenisht. Por dhe ilirët e shekullit të 6, kur Justiniani i Madh u bë perandor, edhe ata shkruanin në helenisht. Të gjitha dokumentat janë vetëm në helenisht. Madje një helenishte që ashtu siç dëgjohej, ashtu shkruhej. Ky krim që kanë bërë politikanët maqedon është jashtëzakonshëm. Dhe shqiptarët janë futur kot në këtë diskutim arkeologjik, sepse nuk ka mbishkrime shqipe. Shqiptarët këmbgulin që këto janë mbishkrime ilire, dhe nuk e dinë që ilirët kanë folur dialektin Graja, sipas Plinit. Dialekt helen, për nga vjen vetë emri Graikos, do më thënë si Graja, fjalë për fjalë në helenisht. Pra u mësua krejt rastësisht nga unë që ilirët kanë folur dialekte helene, dhe në fakt doja sjellën të gjitha fjalët mesape, mbishkrimet mesape janë helenisht të dashur shqiptar, po me shkronja latine. Janë fjalë greke me shkronja latine. Po çrënd si ka se si shkruan, mund t'i shkruash me shkronja kineze po deshe, me shkronja arabe po deshe, por janë fjalë greke. Pra, përfundimisht, të gjitha toponimet në Maqedoni, Serbi, Kroaci, Dalmaci, Thraki, të gjitha, edhe në Shqipëri, janë në helenisht. Absolutisht të gjitha, pas një dallim. Sepse po dalin, dal nga dal, po zbërthehen. Dhe do t'i shikoni, do habiteni, do mbeteni pa mend. Tani, jo vetëm që Justiniani fliste greqisht, por ai ka greqizuar emrin latin. Është e pabesueshme. Dhe Justinian është titull që është vënë atij. Ka kuptimin ai që vuri të drejtën romake mbi të gjitha. Kodin e ligjit romak, që vuri në perandorinë e lindjes. Prandaj ka këtë emër. Nuk është emri i tij vërtet, ne nuk e dim se si quhej Justiniani. Ky titull është veshur atij dhe është helenizuar fjala latine. Domethënë, kaq helen ishte Justiniani, i tërbuar, fanatik, të dashur shqiptar. Nuk mendonte fare për shqiptarët ai, vetëm për helenët. Ta shikojmë se si ndryshoi emri Justiniani, se do mbeteni pa mend. Të dashur shqiptar, kjo që po shikoni në monitor është e frikshme. Dhe përsa është kjo kaq e tmerrshme? Sepse emri Justinianit vjen nga latinishtja dhe ka kuptimin ai që vuri ligjin romak, të drejtën romake. Siç e shikojmë, kjo fjalë gjendet në gjuhën sanskrite me kuptimin përshëndetje, ka marrë dhe kuptimin betohem, në gjuhën e Avestanit ka marrë kuptimin e pastrimit fetar, ritualit fetar, dhe nga fjala përshëndes zotat dhe pastrohem në rituale fetare, në gjuhën latine mori kuptimin betohem, mori kuptimin e rregullave fetare dhe mori kuptimin e rregullave shtetërore, sepse feja dhe shteti ishin një. Gjë e rëndësishme është kjo, përpara se sa të vendosej kristianizmi, ka qenë feja pagane. Pra, ka ndryshuar numri i zotave thjesht, ose perëndia e Zeusit u zëvendësua me perëndin hebreje. Por perëndi ka patur gjithmonë,
besim ka patur gjithmonë dhe shteti është identifikuar gjithmonë me besimin të dashur shqiptar. Kështu pra, para besimit kristian ka qenë besimi pagan, dhe fjala Justus është një mbiemër. Ka kuptimin ai që është i drejtë, ai që zbaton ligjin, por në fillim ky ka qenë ligj i ritualit fetar dhe më vonë u bë ligj klasik i qeverisë që qëndron mbi popullin. Dhe tani emri Justinianos është në fakt helenizimi i latinishtes Justinus. Është një emër që ka kuptimin ai i drejti, ai që zbaton ligjin. Një gjë që ne na mungon në Shqipëri. Na duhet një Justinian në Shqipëri të dashur shqiptar, sepse kaosi po na shkatron të gjithëve dhe në këtë kaos të llahtarshëm, të gjithë gazetarët po i bëjnë një dëm shumë të madh gjuhës shqipe dhe bashkimit të popullit shqiptar. Pra, Justinos dhe Justinianos është helenizimi i fjalës Justinus, që do thot ai i drejti në gjuhën latine. Dhe Justiniani ishte Heleni më i tërbuar, Heleni më fanatik, ai që ngriti Akademinë e Bizantit të dashur shqiptar. Tani të gjitha ato që kemi ne për ilirët, emrat, vendet, të gjitha fiset ilire janë sqaruar në fjalorin e Stefanusit të Bizantit dhe në fjalorin e dytë në Aleksandri, të ngritur nga generali i Aleksandrit të Madh, Ptolemeu. Pra, kjo akademi është ngritur që në shekullin e 4 para Reson. Aleksandrisa shumë e vjetër se sa e Bizantit. Por Akademia e Bizantit në veçanti është marrë me ilirët dhe do ja sjellën të gjitha fiset ilire të shpjeguara në Akademinë e Bizantit dhe janë helenisht. Të gjitha. Nuk ka absolutisht asnjë lloj lidhje me shqipen. Dhe natyrisht që ju do të prisni që unë të them që është e shqipes, shqipja është gjuha primordiale, por po ta bëjen gjë të tillë, do të ishte diçka shumë e turpshme. Pse? Sepse këtë fjalor tani e lexon kushdo. Çfarëdo që them unë nuk ka asnjë lloj rëndësie. Fare, asnjë lloj rëndësie çfarë them unë. Në fakt, në të gjitha diskutimet ndërkombëtare nuk ftohen shqiptar. Nuk ftohen më. Kanë alergji ndaj shqiptarëve. E din që shqiptarët do thonë që ne jemi këtu të parët, që gjuha jonë është më e vjetër, dhe të gjithëve ju vjen një neveri e jashtëzakonshme nga ne. Ngjallin krup kur na shikojnë. Jo që nuk na dëgjojnë, por nuk na shikojnë dot. Dhe vërteta është, që ta dini. Vetëm arvanitasit janë përzënë nga Hellada, megjithatë ka 18 kombësi të ndryshme. Kombësi të perandorisë bizantine. Vetëm shqiptarët janë përzënë. As evgjitët nuk janë përzënë të dashur shqiptar, vetëm ne. E tmerrshme. Në Maqedoni ka shumë popullsi të ndryshme, por vetëm shqiptarët përsekutohen. Në Serbi, vetëm shqiptarët u përzun nga Kosova. Jevgjit jo në fillim. Jevgjit u bashkuan me serbët kundër shqiptarëve. Ju betohem. Në Kroaci, megjithëse sillen si miq tan, armiku kryesor quhen shqiptarët. Ju betohem. Në Bosnjë, megjithëse janë musliman, armiku kryesor quhen shqiptarët. Që ta dini. Përse neve na urrejnë kaq shumë? Vërtet që jemi popullsia paraslave, është e vërtet. Por ne, sipas studimeve, kemi qenë një popullsi e skllavëruar nga helenët. Kemi lindur në skllavëri dhe sipas studimeve më të fundit, shqiptarët janë si shtresa e dalitëve në Indi. Dalitët merreshin me djegjen e kufomave, hedhjen e kovave me mjalt në lumë, djegjen e plehrave, pastrimin e rrugëve. Këtë bënin dalitët dhe quheshin të paprekshëm. Nuk prekeshin më dorë se quheshin qelbësira. Këtë emër kanë shqiptarët të dashur shqiptar nga grekët. Na quajnë neve drilon, që do thot organ mashkullor. Labiatan, ata që banojnë buzë, liçeni të Shkodrës, po përdorin për fjalë buzë
labia do thot buza e organit femëror. Dhe ka shumë kosovarë që quhen veten labiatan dhe labeat. Ju lutem hiqeni emrin drilon, organ mashkullor, dhe emrin labeat. Në fakt, një nga aktorët që ka luajtur në filmin Illyricum quhet labeat. Dhe unë të merrova. Do thot buza e organit femëror në latinisht. Është fyrja më e rëndë fjala labeat. Fjala breuki, gjoja fisilir, ka kuptimin vemjet e bretkocës. Fjala Kelidonis, do thot ata të dallëndyshave, ata që cicerojnë dhe nuk din të flasin, barbar. Fjala penestai, që ne kujtonim se ishte fisi lir, sepse ashtu thoshin shkrimtarët romak, del që kjo është klasa më e ulët, klasa e sklavëruar. Nga pene që do të thot punë në gjuhën helene, do të thot sklav, penestai. Në numër shumës, skleverit. Doule, që e përdorim ne si mbiemër, vjen nga douleia, sklavëria, dhe doulos do thot sklav. Dule, fjalë për fjalë, është sklav i pastër, që nuk ishte të drejta as të varroseshte. Prandaj nuk ka vare shqiptarësh. Kockat e tyre janë përzierë me kockat e qenve. Nuk kishin të drejtë të varroseshin shqiptarët. Përpara se sa të pushtoheshin nga romakët, atëherë u çliruan. Në fakt, penestët u bën kundër helenëve dhe kundër Filipit të Maqedonisë. Ata ndihmuan romakët, penestët, shqiptar. Po më e rënda është fjala Dardanos, që do thot dora e majt ose drejtimi i perëndimit atje ku perëndon dielli në gjuhën helene, dhe është dora që fshin pjesën e prapme të trupit. Dardanos do thot me njolla të ujit të trash në helenisht. Nuk vjen nga fjala dardh. Dardanos do thot njeri me njolla, njeri pist. Fjala Kosovë do thot gjelizi. Fjalë për fjalë gjel luftarak, dhe është në monedhat e Dardanis. Gjelizi që është gjetur gjithashtu edhe në Indi, gjel luftarak. Në gjuhën helene kjo quheshte Kosifos, pra Kosova. Kosova ka dy emra, Dardanos, njeri pist, dhe Kosifos, gjelizi, me njolla të zeza. Janë sharje në helenisht të gjitha. Pra çdo emër për shqiptarët është një sharje në helenisht. Nuk ka emra shqiptar. A e kuptoni apo jo? Është e tmerrshme. Dhe tani, kur ne themi që këto janë mbishkrime shqiptare, ilire, ngjallim një përbuzje dhe një urrëtie të jashtëzakonshme. Dhe shqiptarët e Maqedonisë në këtë moment janë në një rrezik shumë të madh. Maqedonët kanë shkatruar kështjellat ilire, të janë gati të na shkatrojnë të gjithëve nga tërbimi i madh kundër nesh. Prandaj, ju lutem që shqiptarët e Maqedonisë ta identifikojnë veten me shqiptarët, kuptohet, jemi një popull. Jemi një komb. Nuk ka komb Maqedon. Fjala Maqedon vjen nga helenishtja, do thot shtat lart. Maqedonët e lashtë flisnin helenisht. Të gjithë dokumentat e tyre janë helenisht. Shqiptarët e bëjnë pushtuesin e tyre gjysh. Dhe gjëja më e keqe është kjo, në filmin Illyricum ka shkelje shumë të rënda të gjuhës shqipe. Dhe aty fjala dit quhet ditius. Po ditius do të ishte fjalë e gjinisë mashkullore në latinisht. Dit është fjalë e gjinisë femërore. Nuk ka ditius, nuk është gjetur kur fjala ditius. Edhe gabimet të tjera të rënda. Pra, shqiptarët bashkëpunojnë me kroatët dhe bëjnë një film për ilirët. Është një gjë shumë e turpshme, e neveritshme. Pra çdo gjë që bëjnë shqiptarët është e turpshme. Mos bëni asgjë. Mos prekni asgjë. Më mirë mos hapni asnjë lloj varri i lirë, asnjë lloj kështjelle i lire. Mos prekni more asgjë. Pse? Grekët tani nuk e njohin Sarandën si pjesë të Shqipërisë. Butrint i thon ata është pjesë e Greqisë. Pse? Të gjitha mbishkrimet në Butrint janë në gjuhën helene. Dhe kryeministri shqiptar ja ka dhuruar anglezëve Butrintin. Ju betohem. Sazanin gringove.
Dal nga dal ai do ja adhuroj të gjitha pjesët e Shqipërisë, Italisë, Anglisë, Francës. Ne do bëhemi sklever në vendin tonë. Shqipëria do bëhet një kamp për qëndrimi. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.